Kryeministri Edi Rama ka mbërritur sot në vilën qeveritare në Sauk, ku ka thirrur ministrat dhe drejtuesit politik të Partisë Socialiste. Takimi ishte parashikuar fillimisht të zhvillohej në orën 17:30 në selinë e Partisë Socialiste, por vendi dhe orari ndryshuan. Mbledhja u zhvendos në Sauk për në orën 18. Ndryshimi erdhi pasi protestuesit kishin paralajmëruar një ditë më parë se do të mblidheshin para selisë së PS-s, pikërisht në orën 17:30 dhe do e prisnin me vezë kreun e qeverisë. Gjatë protestës së dieshme, një aktiviste u bëri thirrje pjesëmarrësve të shkonin te selia socialiste edhe me vezë. Gjatë ditës sot qarkulloi fillimisht varianti se takimi mund të zhvillojë në pallatin e brigadave. Përfundimisht, Rama i mblodhi ministrat dhe drejtuesit politik në vilën qeveritare në Sauk. Policia mori masa të shtuara sigurie. Efektivët u vendosën përgjatë rrugës Elbasanit deri në zonën e vilës, ndërsa në hyrje u ngrit një perimetër ku nuk lejoheshin personat pa autorizim. Rama mbriti rreth orës 17. Pasti në vilë hyn edhe drejtuesi i ri i Akshit, Igli Tafa, ministri i mbrojtjes Ermal Nufi dhe kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla. Takimi vjen pas 2 ditëve të mbledhjeve të socialistëve në Pogradec dhe mbledhjes së qeverisë zhvilluar aty. Rama pritet t'u jap drejtuesve politik detyrat për punën në qarqe. Strukturat socialiste do të nisin organizimin në territor në funksion të zgjedhjeve vendore të vitit 2027. Pjesë e kësaj faze do të jetë prezantimi në strukturat lokale i dokumenteve Besa dhe Prania Besnike. Në Pogradec u prezantua gjithashtu platforma Pasqyrë Albania, e cila parashikon regjistrimin dhe ndjekjen e ankesave të qytetarëve me një afat 2 javor për përgjigjen e institucioneve. Në takim pritet të diskutohet edhe data e mbledhjes së Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste, ku mund të formalizohen vendimet për fazën e ardhshme të organizimit politik. Një tjetër çështje është reforma territoriale. Në diskutim është një variant që parashikon reduktimin e numrit aktual të bashkive me 15 njësi, por deri tani nuk ka një vendim përfundimtar për hartën e re. Ndërkohë janë shpërndar pamjet e takimit të Ramës me të vetët në vilën qeveritare në Sauk, kryesisht ato të bllokimit të rrugëve. Nuk dihet se kur do të nisë protesta e përnatshme dhe nëse një grup protestuesish do të zhvendosen apo jo, sikurse kanë paralajmëruar pavarësisht ndryshimit të vend takimeve dhe orareve nga ana e Ramës dhe socialistëve.